Po, pikrisht pra, sepse korupcioni për cilin erdhi, ose më saktë, ju ofrua Shqipëria me Gonigalit nuk është rastësor i dashur. Sorosi ka punuar nën tokë dhe nën ujë, në ndetse atomike më të rrezikshme se Fondacioni Soros nuk do të gjesh kollaj në këto oqeanet e rruzullit toksor. Pse? Se janë ku kemi ardhjen e Megonigalit. Erdhi në Shqipëri në mënyrën më të habitshme, më të papranueshme. E pret 4 herë kryeministri shqiptar një agent sa do i rëndësishëm tjetë. Kryeministri nuk është agent, as kryeagent. Mund ta priste shumë mirë homologja e tij, zonja Vlora Hyseni. Me atë të takohet, bisedonin, të shkëmbenin mendime tjera. Shne kryeministri, ku e bëri mik, kaq shumë sa ta mbaj dhe 4 herë për dreka. Te Padami e te Sadami, ku kanë qenë, s'ka rëndësi. E dyta, që është kjo valigje me $225.000 që me Gonigali ja merr një pabuksi shqiptar atje emigrant në garazhet e nëndeshme të një grattacieli, i filmuar, i kapur me, jo me presh në duar, po i kapur me dollar në valigje. Dhe 3 herë të tjera që nuk është filmuar, pra janë 4 valigje. Ato mund të kenë qenë më të mëdhaja, besoj, kjo ka qenë si thush kafja e fundit që u kapën. Pa folur pasaj për të tjera veprime. Dhe gjithë loja që u bë, se nuk është rastësore, nuk e mori malli Edi Ramën për me Gonigalin, ku e gjeti me Gonigalin, as Aneta, as Kristaqi, të të flasim se janë të vdekur dhe t'i lëmë, mos t'u atrazoj me eshtrat, po. S'kishin ato punë me Gonigalin, nga i gjeti këtë mik kaq madh. Gjithë loja ishte që ky, në bashkëpunim me dëshirën e ish sekretarit Amerikan Shtetit Blinken, Sorosian me të 2 prindrit e tij, drejtorat më të rëndësishëm të Fondacionit Soros, këta pregatitën terrenin që të nxirrnin Sali Berishën non grata. Dhe e realizuar. Me për historia shpesher dhe me vonesë i vë gjërat në vend. Tani është sekretari Blinken, ish sekretari Blinken, vetë non grata që nuk lejohet hy në asnjë zyrë të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ja ky ishte rezultati. Ndoshta duhet çdo lëvizje që duhet bëjë administrata Trump në Shqipëri duhet paraprihet së pari nga një lëvizje për t'ia hequr non gratën zotit Berisha. Do ta jap mendimin tim edhe për këtë, po meqense se jam akoma tek Blinkeni dhe me Gonigali, do them dhe diçka tjetër. Si Blinkeni, si me Gonigali e arritën një sukses të përkohshëm me shpalljen non grata të Berishës. Por mos harro këtë tjetër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës si rregull përdorin atë që ne me gjuhën e popullit e themi e kapin lepurin me qerrë. Do të kemi shumë shpejt lajme të sigurta dhe të qarta mbi deponimet e me Gonigalit. Sepse gjyqi për pjesën me Shqipërinë akoma nuk është zhvilluar. Ka të tjera kusur ai, gjyqi për lidhjet me Shqipërinë dhe çështjet e marrjes valigjeve me dollar e tjera, do të shqyrtohet më vete. Prandaj dhe them unë në mënyrë kështu pak me humor që mund të taku mbrëm në qeli edhe me Maduron e të kenë qarhallet atje. Se ai është burg i sigurisë lartë dhe është burg për persona me funksionet larta, që mos t'i lënë në dorën e halabakëve, trafikantëve ordiner, shpërndarësve të drogës e prasës e këtyre, kuptohet që i mbajnë me një farë kujdese dhe në ruajtje më të kujdesshme. Kështu që edhe mund t'jenë takuar, e kanë qarë hallet me njëri tjetrin, që na gjeti ne, ty këtej nga Amerika, nga Venezuela e nga nafta, ne ande nga Shqipëria me droge, me arme, me trafiqe e tjera dhe kundër opozitës shqiptare. Unë kështu mendoj. Tani, lidhur me këtë, se patjetër që nuk i shmangen pyetjes dhe nuk e harroj që më bëre pyetjen, mbi
pozicionin e presidentit Berisha. Gjërat janë shumë të qarta. Por, përpara se të them atë fjalën e fundit, do sqaroj diçka tjetër. A nuk të bie në sy ty që po bëhen 2 vjet pa ambasador? Edhe Kosova. SBA-ja. E lëm Kosovën se ajo ka arsye të tjera, e diti shumë mirë. Por i kthehemi Shqipërisë. Jo se e shmang Kosovën, se Kosova është Shqipëri. Ajo nuk diskutohet. Për mua ka qenë, është dhe do të jetë Shqipëri, gjysma e trojeve dhe e kombit shqiptar. Por në këtë rast, meqense administrativisht dhe formalisht për momentin ajo vazhdon të jetë republikë më vete, ne tash po flasim për Republikën e Shqipërisë.